Pas 14 viteve burg të mbajtura si i pafajshëm, me 22 janar të vitit 2022, Rexhail Qerimi, i cili gjithashtu ishte i dënuar për këtë rast, ndërroi jetë në burgun e Indrizovës. Tani që 2 motmote, familjarët e këtyre kërkojnë drejtësi që shpirti i tij të prehet i qetë. Vëllai Jetullah Qerimi thotë se i ndjeri ditën e kopshme të 26 nëntorit 2008, ka qenë duke punuar bashkë me të në qajtoren e tyre të fshatit Topaj të Likovës, ku edhe jetonin. Ai thotë se politikanët në pushtetin e atëhershëm e morën në qafë më të dashurin e tyre, që për interesa famkeqe të shtetit ju bën kurthin njerëzve të pafajshëm. Me 26 nëntor, domethënë diku mbas dite e kemi kuptuar se ka ndodhur një vrasje. Atë ditë si zakonisht, unë edhe Rexhaili kemi punuar në lokal, në të njëjtin lokal ku sot jemi. Domethënë edhe Rexhaili akon në ndërrimin e vet të punës, për shkak se ai ka punuar para dite. Do të thotë pika ora 7-8 deri diku ka ora 16. Rregullisht ai akon ndërrimin e punës në lokal, ku ka punuar edhe në qajtorë, edhe në autolanje ku atë. Edhe me 26 nëntor, domethënë ndodhi vrasja atje. Edhe në mbrëmje diku në ora 19, aksion policor, ku vinë dhe e morin Rexhailin e dërgojnë në stacion policor në Shkup. Pa gjë i morin disa analiza, i bën analiza. Edhe të nesërmit e lirojnë si domethënë si i lirë pa sen. Edhe ose një 20 ditë prapë edhe aksioni i tij. Edhe në aksionin e tij na morën neve edhe vllazërish. Domethënë katër vllazëri që na morën në stacion policor. Ku atë në ndar diku 30 vjet na maltretor, na çfarë nuk mundu na bë. Edhe neve treve në liroj, përsa ata në të gëmë për vrasje, për një vrasje, që ajo vrasje absolutisht s'ka të bëje me Rexhailin. Mirë po, shteti, apo drejtësia nuk ekziston, gjithçka ndodh. Dhe tash kanë kalu shumë vjet, edhe pse jam mundu rregullisht me faktet që i kemi edhe i posedojmë, ajo dihet se Rexhaili nuk ka absolut lidhje me atë vrasje, po sa i përket kësaj vrasje në Shkup, apo rastit Alfa. Rasti Alfa është definitivisht rasti i montuar politik. Nuk kanë të bëjnë, po besoj edhe persona tjerë, për shkak se ato persona që unë i kum pa dhe i kum taku mbas arrestimit, unë e kam pas ato persona nuk kanë lidhje me rast. Po ky rast definitivisht është rasti i montuar politik nga regjimi, do të kisha thonë i Gruevskit edhe i Ali Ahmetit. Këta të dytë kanë gisht në këtë rast, edhe ky rast definitivisht është i montuar për partive politike.